Në një nga ato ngjarje të cilën unë konsideroj të rëndësishme të bisedoj me ju është nxjerrja e një senatori amerikan, senatori të rëndësishëm amerikan me emrin Alex, senator amerikan, i cili sigurisht do që të ndërhyjë me fjalën e tij gjatë një diskursi dhe edhe të një prokurori dhe shefave të policisë, prokurore e vite. Diku në ato pjesë të cilët kanë të bëjnë me Los Angeles. Dini, po bëhen protestat e mëdha të komunitetit hispanik, të atyre të parregulltëve që normalisht FBI-a dhe sektori i deportimit i merr, nuk them se arreston, po i grumullon dhe pastaj do që t'i largoj. T'i largoj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të parregullt. Plasur protestat janë dhunshme, shpeshherë janë te kalojnë masën e dhunës, dhe normalisht që me to merret prokuroria, me to merret policia, me to merret institucioni i cili sigurisht do t'i deportojë, dhe një senator amerikan, i cili është edhe demokrat, do të ndërhyjë të flasë. Dhe çfarë ndodh pikërisht në këtë sallë? Ndodh që njerëzit e FBI-s aty dhe policia e marrin me forcë, me lloj force, i thoni me fjalë, pastaj kur ai reziston e marrin me forcë, e shtrinë edhe në tokë senatorin amerikan demokrat. Pra kam fjalën për senatorin Alex Padilla, i cili normalisht donte që të pyeste ose të ndërhynte në fjalën e një prokurori ose të atyre zyrtarëve që ishin aty. Dhe normalisht skena është e tillë. E morën, e nxorën me një lloj force sepse ai po rezistonte, e shtrinë edhe në tokë, i lidhën duart, por për ta arrestuar nuk e arrestuan. Sepse sigurisht ai është një senator i Shtetit Bashkuar të Amerikës, po për ta larguar me forcë, e larguan me forcë. Në konferencën e shtypit ai nuk akuzoi njerin, tha këtë gjë më kanë bërë, nuk desha të bëja një gjë të madhe, tha. Thjesht do të ndërhyja, do bëja një pyetje. As pyetje nuk e lejuan që të bëni. Por unë nuk e kam fjalën këtu. Unë e kam fjalën që senatori amerikan Alex Padilla, senatori demokrat, donte thjesht të bënte një pyetje ose të bënte një korrigjim. Dhe askërkush nuk e la të bënte as këtë gjë. E nxorën me forcë nga ajo dhomë që realisht atij nuk i takonte të ndërhynte. Bile e shtrinë edhe në tokë, nuk e arrestuan, nuk e ndaluan, nuk i bën pyetje, nuk e shan, nuk e fyn, por e nxorën jashtë. Pastaj ai në konferencë shtypi ju shpjegoi të gjitha pa gënjur një fjalë. Ajo që ndodhi atë tregoi edhe senatori amerikan, sepse është një senator amerikan, ai nuk di të gënjej. Të shikuj kam fjalën. Po sa herë keni pasur senatorin shqiptar Flamur Noka, deputetin Flamur Noka, ka goditur kolegët e vet, ka shtyr kolegët e vet, ka gjuajtur kolegët e vet, ka djegur karriket e kolegëve dhe të veta, ka goditur, ka shtyr gardistët, ka goditur, shtyr, thyer, pshtyr policinë, ka goditur edhe njerëzit, ka ushtruar dhunë brenda parlamentit, jashtë parlamentit. Ferr në kam, përveç se largimit me 10 ditë nga kuvendi, dhe aty u gjuan edhe mediat demokratike të famshme shqiptare, mediat majmonike shqiptare, që po nxirrni deputetët jashtë, po thyeni demokracinë. Senatorin e ndershëm, Johan Alex Padilla, forcat e rendit e ndaluan, e nxorën jashtë, e gjynjëzuan, e ulën tokë. Deputetin e një vendi të shëmtuar si jonin demokraci, e premiojnë, e marrin nëpër studio televizive, stadiumet studios të mëdhaja, duke i thënë, ja, sa i mirë, ky ka fyer. Gardistat, ka shtyr,
ka dhunuar dhe policinë, gardën, kolegët e vetë, kryetarin e kuvendit, ka gjuajtur, ka djegur kuvendit. Dhe kanë marrë në studio televizive, mi thënë, si sa njëri nderuar, deputet, përfaqësues i popullit. Përfaqësues i popullit që shtyn gardën, i bjen grusht policit, shan me fjalë të ndyra. Djeg karrike, djeg parlamentin, merr benzinë. Alex Padela, senatori, demokrat, amerikan, ullet në tokë nga policia, i lidhin duar, e marrin me forcë e nxjerrin jashtë. Flamur Noka, gjuaj gardistat, gjuaj policinë, gjuaj kolegët e vetë, diq parlamentin, fyje me fjalë të ndyra, kapo me policinë, kapo me protestues, kapo me gazetarët, fyje i ato. E di çfarë është kjo? Ky është dallimi nga demokracia dhe nga shpërdorimi i demokracisë, si puna jonë. Nga një demokraci e cila ta tregon vendin, dhe ta quhen, çfarë duan të quhen. Ata e kanë për barazim midis njerëzve. Nuk mund të ketë drejta më tepër, ai nuk mund të thyejë asnjë ligj shtetit. Një përfaqësues i popullit amerikan nuk thyen dot dhe nuk thyet dot një ligj të shtetit që është i barabartë edhe për atë shtetësin aty kontribuentin e zakonshëm amerikan. Nuk mund të bëj asgjë më tepër se sa kaq, sepse nuk e mbron kërkush. Do të përdori po të njëjtën forcë, po të njëjtën dhunë, si për shtetasin tjetër që sigurisht do të ndërpres fjalën një prokurore. E pëson edhe senatori amerikan. Deputeti shqiptar, Flamur Noka, fyen shtetin, shan, ndërpret fjalë, gjuan, djeg karrike, merr benzinë me vete, flak, çakmak, gjuan gardën, e shtyn, e fyen, gjuan policin, e shtyn, e fyen, po ashtu dhe gazetarët. Dhe mediat e premiojnë, sepse e premiojnë nga që janë si puna e tij, të pështira, në thyrjet e demokracisë, në thyrjet e lirisë, në absurd liri edhe demokracie. E kanë nxjerrë lirinë e demokracisë në trotuar, duke e përdorur, e kuptoni ju se çfarë dua të them, sepse kështu i kanë ndërtuar. Sepse kështu e ka mësuar kryetari i partisë, të djegë gjithë Shqipërinë, jo më vetëm parlamentin. Kurse senatori Alex Padela, demokrat, nuk akuzon as policinë për atë që i ndodhi, thjesht justifikon gestin, nuk desha të bëj gjë, desha vetëm të bëj një pyetje, desha të ndryhej, të korrigjoja, të thoja këtë. Dhe ashtu ishte vërtet, s'desha të bëte një gjë të madhe, çfarë desha të bëte? Senatori Alex, demokrat, në të vërtet, Flamur Nokën duhet ta çojmë për disa ditë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po aty ai sillet mirë, rri urt. Ja treguan pak vendin në Itali, deshe të bënte çai thot. Me ne erdhi policia dhe e mori dhe i tha hajde këtu ti çai jeti majmun. Edhe e çuan atje ku duhet. Rri urt se për ndryshe ti vumë të prangat. Këtij trimit. Ky bëhet trim sepse e lejon ky shteti jon, jo demokratik. Langaraç. Flamur Noka bën trimin, dhe sigurisht do ta bëj trimin prap, sepse as kërkush nuk sillet me të, normalisht si me Alex Padelën, senatorin demokrat amerikan. Sepse po të sillesh kështu thotë diktatura, si thon, imagjino njerëz të tillë që bëjnë veprime të tilla, i thon këtij shteti diktaturë. Nisi Flamur Noka që pshtyn edhe rrifet me gardistë, i qellon gardistët. Dhe policinë e shtetit, djeg edhe parlamentin dhe karriket e parlamentit. I vë flakën, i quan diktaturë këtë. Ata që e lejojnë të bëjë gjëra të tilla, ai i konsideron diktaturë. Edhe me të vërtetë që është një diktaturë e rrugaçërisë të deputetëve qelbanik shqiptar. Edhe nuk më dhimbet fare kjo fjalë që po flas, sepse kështu është. Dhe ju e dini më mirë se sa unë se kështu janë. Njerëz të hurit e të litarit që nuk kanë jo vetëm sensin e edukatës, janë edhe të keq edukuar, por thyen edhe rregullat më elementare të etikës, moralit dhe edukatës. Edhe ky është shembulli që duhet t'jap
midis një senatori amerikan dhe një deputeti shqiptar. Dhe ky është dallimi që ka shteti amerikan nga shteti shqiptar. Dhe kjo është dallimi që ka shoqëria amerikane nga shoqëria shqiptare. Praktikisht, ne jemi në abuzim të demokracisë. Ne jemi në shpërdorim të lirisë dhe demokracisë. Dhe është një turp i jashtëzakonshëm për një shoqëri që ka 35 vite që përdonon demokracinë dhe lirinë. Dhe përdonuesit dhe shpërdoruesit e parë janë shtetarët, parlamentarët dhe njerëzit e pushtetit politik, ekzekutiv, bile edhe atyre të drejtësisë në Shqipëri. Janë të gjithë të një kalepi, të gjithë të një prerje, talje, të shëmtuar pikërisht në shpërdorim të lirisë dhe në mbytje të demokracisë. Dakord, miqtë e mi? Miq të Prizmës, një nga fjalët e fundit të Luan Baçit, atij njeriu që i ka humbur fjalë, po, që i shohën edhe Gazmend Bardhin, Berisha nuk ja besoi, pikërisht këtij njeriu, fushatën elektorale, ja besoi Gazmend Bardhit, dhe duke humbur në mënyrë kaq të thellë në fjalë, sigurisht sado të justifikohen, jo vota, jo deformimi, jo kjo, jo ajo, jo, prap nuk kanë ku shkojnë. Se mos kanë fituar në njëherë fjerë. Po kësaj radhe, diferenca është e llahtarshme. Dhe ai thotë kemi gjithë faje përveç Berisës. Kjo është esenca. Fjalimit, diskursit të tij. Në të vërtetë, ky është edhe momenti për të reflektuar shumë. Çfarë fajti ka dëshirës Luan Baçit, s'pakut për atë nuk e dyshoj. Që do fitore. Edhe s'ka pas çfarë gabimesh mund bënte. Po sipas tij, të gjithë kanë bërë faje dhe gabime, dhe këto gjërat nuk i ka bërë Sali Berisha. Dhe ky është stalinizmi, i rrënjosur thellë në zemrat e një pjesë të demokratëve. Prandaj edhe është një mosmarrveshje e jashtëzakonshme e demokracisë në Shqipëri, sidomos, sepse këta gjithkujt i vën faj, po atij që është fajtori kryesor, edhe që quhet Sali Berisha, atij nuk i vën faj. Këta janë akoma me sistemin e fluskës, jetojnë fluskën e tyre për idioti, ku me të vërtet tiranokrati sipër nuk ka kur farë fajt. Se çfarë fajt ju kishte Stalinin të se mos e bënte ai gjenocidin. Në fakt ai e frymëzonte, këta vritnin njëri tjetrin. Luftën e klasave. Të gjitha i bënte Enverit. Po të guxoje të thotë, i bën ti, sigurisht pastaj do të çoheshin gjithë tjerët për të vrarë ty gjithë. Të gjithë kishin faj, Enveri s'kishte kur faj. Të gjithë kishin faj, Stalini s'kishte kur faj. Të gjithë kanë faj, Sali Berisha nuk ka asnjë faj. Dhe këtu tash të vjen keq për Luan Baçin. Sepse sigurisht ai është viktima e parë e kësaj fluske, e superservilizmit, e mbylljes jashtëzakonshme, trushplarjes edhe elementëve të tillë që kanë bënë pikërisht pastaj me tiranokracinë e Partisë Demokratike. Një malformimin e saj, një smundjen patologjikisht pashërueshme në Partinë Demokratike. Sa të jenë këta, ajo do të jetë gjëja më e keqe e shëmtuar e forcave politike në Shqipëri. Sa të jetë ky lloj mendimi i Luan Baçit, i cili për mua sigurisht nuk është njëri, mos kujtoni se kam mendim të keq për të. Ja, ashtu e kupton demokracinë ai. Kështu e di ai demokracinë. Ai është gati të vej faj vetes, se s'ka ndonjë faj të madh, po jo Sali Berishës. Sali Berisha nuk ka asnjë lloj fajt që çojë një të paaftë, një derdiment politik, ngacaman dhe devijat si ai që drejtoi punën e politikës në qarkun e Fierrit dhe humbi në Fier në mënyrë tragjike. Imagjino Gazmend Bardhin, mas një humje spektakolare në Elbasan, çohet edhe në Fier. Tashi, në vend që të vej aty ku duhet, të shënjestrojë ky Luan Baçi, atij që i ka fajin kryesor, i largon përgjegjësinë. Edhe të gjithë të tjerët pastaj që kanë faje dytësore, tretësore, edhe më keq, s'kan faj fare, ato i ngarkon me faj.
Ky është mendimi më folk bolshevik i formuar dhe i elaboruar në mënyrë tragjike në Partinë Demokratike dhe nuk është vetëm ke Luan Baçi. Nuk e di sa mund të jetë i sinqert në atë që thotë, se ka mundësi mos të jetë edhe i sinqert, po këtë tjerët është një mungesë e jashtëzakonshme e sinqeritetit. Një fjala ke Agron Gjeka është tipike kjo, që është mungesë e jashtëzakonshme e sinqeritetit, që mbron sot Berishën, kur dikur, si Luan Baçi s'ka luajtur nga mendimi special që ka për Berishën. Po ky dikur e quante njeriu më të pandrejshëm të Shqipërisë, dhe tash i thotë që jo, është njeriu që duhet ndjekur mbrapa. Midis këtyre që e kanë me ndërgjegje dhe që e kanë në marrëzinë e tyre tipike të shplarje, dhe atyre që se kanë me ndërgjegje, por do bëjnë patjetër njeriu në fictionit, njeriu që beson atë që thot, por nuk beson atë që beson, e nuk e thot atë që beson, ka një dallim. Sigurisht kategoria e dytë janë edhe më të poshtë. Po ama i bëjnë keq Shqipërisë. I bëjnë keq Shqipërisë, i bëjnë keq Partisë Demokratike, e cila sigurisht ka një fund jo të mirë, po të hidhur shumë me këtë lloj mendimi, që të gjithë kanë faj dhe Sali Berisha jo. Është plotësisht e kundra. Të gjitha faje i ka Sali Berisha. Tashti e mrapa, kush i shkon mrapa Sali Berishës është fajtor njësoj si Sali Berisha. Dhe në këtë pikë, edhe Luan Baçi, edhe ky Gjergj Markaj nga Lezhë, edhe shumë të tjera aty që i shkojnë mrapa, janë fajtor, humbësa, shpërdorues të demokracisë dhe të lirisë, shkatrues të demokracisë në Shqipëri, njësoj si Sali Berisha. Dakord miqtemi? Ja këtë desha të